Në kuadër të ditës botërore të shëndetit, Këshilli Studentor i Universitetit të Vlorës Ismail Qemali ka zhvilluar një aktivitet në sheshin e Flamurit në Vlorë, i cili ishte një aktivitet marshimi për shëndetin nga sheshi Flamurit në drejtim të skelës pranë rektoratit të Universitetit Ismail Qemali. Për herë të parë, të 4 fakultetet e universitetit u bën bashk në këtë aktivitet mjaft sensibilizues, i cili pati mesazhe mjaft të qarta se shëndeti është dritarja përmes së cilës shohim botën, kur ajo është e pastër dhe fort, gjithçka rreth nesh ka ngjyra më të ndritshme. Po ashtu, mesazhe edhe për shëndetin mendor dhe kujdesin ndaj tij, si një aset më i rëndësishëm i mendjes. Të rinjt kanë dhënë mesazhe mjaft domethënëse, ndërsa për televizionin 6+1 Vlora, në lidhje me këtë aktivitet, ka folur kryetarja e Këshillit Studentor në Vlorë, Altea Hoxha. Hoxha tha se ky është një ditë sensibilizimi për qytetarët, pasi shëndeti është mjaft i rëndësishëm për jetën e të gjithëve. Dhe ky marshim për jetën dhe shëndetin ishte mjaft interesant për t'u dhënë edhe më shumë informacion qytetarëve në lidhje me kujdesin që duhet bëjnë për shëndetin e tyre e në veçanti edhe për shëndetin mendor. Sot është një aktivitet shumë i rëndësishëm, është një ditë sensibilizimi jo vetëm për ne studentët, por për të gjithë qytetarët, sepse shëndeti është një nga temat kryesore të cilat ndonjëherë edhe nuk i japim shumë informacion, shumë zë, shumë rëndësi. Por është një ditë që duhet të ndërgjegjësohemi mbi të gjithë ne, si studentët ashtu dhe qytetarët. Sot do të nisim një marshim nga sheshi Flamurit dhe deri poshtë tek rektorati. Pastaj patjetër që do të bëjmë trajnime falas për personat, për qytetarët, për të marrë më shumë informacione rreth shëndetit dhe patjetër duke dëgjuar gjithashtu edhe mendime kritike nga profesionistë të fushës. Bëhet ky marshim sepse së pari njëherë është një iniciativë e cila vjen nga Këshilli Studentor. Pas shumë vitesh jemi mbledhur të gjitha fakultetet dhe duam të japim një mesazh të fortë, sepse shëndeti është një nga elementet më kryesor të cilat na bëjnë që ne të ecim para dhe të vazhdojmë. Të organizuar edhe nga pedagogët e tyre, nën kujdesin e rektores Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, profesorit doktor Aurela Saliaj, studentët e të 4 fakulteteve më pas marshuan nga sheshi Flamurit në drejtim të rektoratit, ku përgjatë rrugës Vlorë-Skel me pankarta në duar, ata kanë përcjell mesazhe tek qytetarët në kuadër të ditës botërore të shëndetit, ku qytetarët duhet të kujdesen për shëndetin si asetin më të madh që kanë në jetë.